Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith, men salla al-bardaini dakhala al-janna. Kush fal dy namazet, namazin e sabahut dhe të ikindis, do të bëhet për banorëve të xhennetit. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë një hadith tjetër, bashiril masha'ina fi dhulam bin nuri tam yawm al-qiyamah. Përgëzoj ata të cilët ecin në përësira për dritë të plot në ditën e gjykimit. Kush fal namazin e sabahut me xhamat, ai do të jetë i siguruar nga Zoti. Do të jetë në garancinë e Allahut. Allahu ka për të ruajtur në ditën e tij. Namazi i sabahut dhe namazi i yacis me xhamat kanë përsëri një vlerë të madhe. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Law ya'lamuna ma fi as-subhi wal 'atamati la atawhuma walau habwan." Po ta dinin njerëzit se çfarë vlerë, çfarë mirësie ka namazi i sabahut me xhamat dhe namazi i yacis me xhamat, do të shkonin për t'i falur këto dy namaze me xhamat, qoftë edhe duke u zvarritur. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadithin e Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu se kush e fal namazin e yacis me xhamat, do të ketë shpërblim sikur është falë gjysmën e natës. Dhe kush fal namazin e yacis dhe të sabahut me xhamat, do të ketë shpërblim sikur është falë gjithë natën. Wallahi mirësia është shumë e madhe. Nga ana tjetër, kush nuk e fal namazin e sabahut me xhamat dhe namazin e yacis me xhamat, le ta di se ka një prej shenjave të munafikëve, të hipokritëve. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë një hadith të saktë: "Athqalu s-salawati 'ala al-munafiqin salatu al-'isha'i wa salatu as-subhi." Dy namazet që janë më të vështira, më të rënda për munafikët janë namazi i sabahut dhe namazi i yacis. Po ta dinin se çfarë vlere ka namazi i sabahut dhe namazi i yacis, do të shkonin për t'i falur ato, qoftë edhe duke u zvarritur. Kush le namazin e sabahut dhe namazin e yacis, ndonjëherë njeriu mund të ketë ndonjë arsye dhe mund ta lënë, ndonjëherë nuk i del gjumi, por që njeriu të lënë namazin e sabahut me xhamat rregullisht, kjo do të thotë se ai ka dobësi të madhe në besim, se ai ka një prej shenjave të hipokritëve. Kjo është një prej punëve të hipokritëve. Lënia e namazit të sabahut me xhamat është çështje shumë e rrezikshme. Prandaj ata të cilët lënë namazin me xhamat, le ta bëjnë mend mirë se humbin sigurinë e Zotit, garancinë, ruajtjen e Allahut e para. E dyta, rrezikojnë që të jenë prej munafikëve. Munafikëve në vepër, nuk po flasim për munafikët në besim. Pa më nifaku vogël e çon njeriu në nifakun e madh. Allahu na ruajt. Shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, kur njeriu nuk falte namazin e sabahut dhe të yacis me xhamat, dyshonin për ta. Thot dikush nga shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, nëse njeriu nuk merrte pjesë për faljen namaz me xhamat në sabah dhe për namazin e yacis, ne dyshonim për ta. Prandaj nuk i shkon besimtarit që të lënë namazin e sabahut me xhamat, të lënë namazin e yacis me xhamat. Unë u bëj thirrje dhe aty të cilëve janë larg xhamis. Vash vallahi mirësi e madhe falë namaz me xhamat. Mjafton fakti që për çdo hap të jep Zoti një të mirë, ta ngrej një grad, ta fshin një gjuna dhe të shkruan hapat që bën për duke shkuar për në xhami. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha Benu Seleme, diyarekum tuktab atharukum, o Beni Seleme, qëndroni në viset tuaja, në mënyrë që Allahu le të ta shkruaj hapat që bani për të ardhur në xhami. Edhe të verbrit në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam tregonin interes për faljen e namazit të sabahut me xhamat. Elusi Allahun lartësuar që të na bëjë për aty të cilëve tregojnë interes për këtë ibadet të rëndësishëm dhe e falin namazin e sabahut me xhamat. Elusi Allahun lartësuar që të na jap neve dritën dhe bindjen për ta falur namazin me xhamat në xhami. Se këta janë besimtarët tamam, ata të cilët tregojnë interes për faljen namazit me xhamat, mënyrë të veçantë namazin e sabahut dhe namazin e ikindis dhe namazin e yacis. Namazin e sabahut sepse njerëzit zakonisht në atë kohë janë gjumë. Namazin e ikindis se njerëzit janë të angazhuar me punë. Namazin e yacis sepse falet në orën e vonë të natës dhe në këtë kohë njerëzit janë të lodhur, janë në shtëpiat e tyre dhe e kanë të vështirë me fal, por ama edhe pse janë në këtë gjendje, e kanë detyrë përdesa janë afër xhamisë si ta falë namazin me xhamat në xhami dhe namazi ka një vlerë të madhe. Elusi Allahun lartësuar të na bëjë për aty të cilëve e falë namazin rregullisht në xhami. Alhamdulillah rabbil alamin.